Përshëndetje të dashur miq, kudo që jeni duke na ndjekur, këtë të shtunë do të flasim me një krijues të pikturave, të artit e të poezive të bukura. Ndonse në moshë të shtyr, një qytetar i vlerave të kulturës dhe artit, zoti Masar Kupa. Mirë se erdhe dhe faleminderit. Faleminderit. Një njeri aktiv, keni kaluar të 80-at dhe vazhdoni të jeni aktiv. Më trego pak atë sekretin e jetës së shëndosh që keni pasur për gjatë këtyre viteve. Baca Masar. Po, ju falemderoj për ftesën, kënaqësia ime është. Për sa i përket krijimtarisë sime, si vjet e shënoj 65 vjetorin e krijimtarisë. Nuk do të thotë që unë për shembull e kom kry akademinë dhe me shkollën e mesme të artit, për artin pamor, mirë po krahas me këtë paralel si art, që shumë herët ja kom fillu, që se në bankat shkollore, me të ndjerin Tiki Dervishin, edhe me disa talenta tjerë, të vitit 1957 në gazetën e Murit. Qysh atëherë? Mandej, masi është fjale për këto botimet që i kom... Do të flasim radhazi për njërën pas tjetrës. Po, gradualisht, në vitin 1964, jam bashkë themelu si mitingu tradicional të poezisë. Baca Masar, me gjithë këto aktivitete, trego pak cila ka qenë dinamika jote me shëndetin, lidhja jote, sa jeni kujdes që me qenë kaq aktiv deri në këtë moshë? Si që unë e kom cek edhe shumë herë në mediat krejt që kom pas, e kom cek, unë e fetar nuk jam. Po. Mirë po, besoj krejt që të dhuntin, e që të shëndetin, menqërinë, talentin që jem të u shprej, një punë sistematike e falemderoj Zotin. Shumë e bukur kjo. Arsyeja pse sot kemi vendosur të diskutojmë është edhe me u kthy pak në komat, punën tuaj, edhe në pikturë, edhe në poezi, por do të ndalojmë te dy krijimet e fundit që i patë ti. Jetë me imazhe dhe imazh pas imazheve. Dy tituj interesant. Çfarë solle për lexuesit kësaj radhe? Promovimin e ke bërë gjatë javës së shkuar dhe besoj veprat tash janë në duar të lexuesve. Çfarë ke përshkruar aty? Zakonisht to dy vepra janë gjithshmëri e imazheve jetësore, të llogarit edhe dy tjerat, dhe më thonë katra e këto e në dy të fundit. Jeta ime krijuese është lidhur me imazhe. Imazhet janë të lidhura me cikle, me kapituj. Po, shumë cikle ose kapituj i kom, edhe shumë imazhe në këto i kom, në përgjithësi edhe këto dy të fundit janë dhe më thonë të lidhura me imazhet e jetës. Çfarë ke përshkruar aty? Cila ka qenë tema që ki ndërthur ti në ato vargjet tuja? Po këto radhiten në gjithë këto dy përmbledhet radhiten imazhet, janë të ndane, për si me amë, për dashin më të madhe, mandej për vendlindjen, perlet e vendlindjes, që i kam edhe në piktura, gjitha qëto imazhet... Dhe i ki shkri edhe në art. Po, edhe në artin pamor të njëjtë janë, qëto imazhet. Mandej për shembull për luftën që kam qenë këtu, e kam përjetu, imazhi 99, dhe më thonë vitit 99. Ashtu e ke qujtë, po. Mandej e kam për shembull jetë lumin, që edhe jetën më ka majt lumi, natyra, pejsazhet, lumet e Gjakovës. Dhe më thonë, zakonisht e kom pas edhe në Merak,
sportin e peshkimit. E më ka lidhe me natyrë, me lumë, me qetësi, me jetë, me krejt një farë lumë jetë. Mande e ka për shembull këto e nostalgjike, për shembull për Gjakovën, nostalgjike të vjetra, të përashtu me Gjakovën e sodit, aty largë, as nuk hy, po me atë jetën e shrueshme, si me thonë bio që ka qenë. Jo vetëm me natyrën, po edhe njerëz kanë qenë, dhe me thonë, krejt të tërsumë, jo sikur tani. E donë poezin ti pasi që qëfar vizaton, përpiqesh edhe ta shkruash në letër? Shumë e vënë keni cekë. Unë lidhem, edhe falemderoj Migene Arllatin, që është tepër oftë, kam respekt madh, është recenzente e 3 veprave të mia me këto imazhe. Kurse e 4ta e para në fillim motiv zjarri për Agim Gjakovës e kom. Kurse Migena mi ka për 3 këto që jenë të lidhne me mesazhe. Tu desha të ndalem se Migena, qyshën për mbledhjen e parë jeta me imazhe, ose jetë imazhesh, aty dhe më thonë e cekën atë recenzimin që ma bën, shumë mja ka qëllu, unë jam i lidhun me, si me thonë, me pikturën e me poezin. Me poezin, me pikturën. Me bo mas një përmbledhje që kom tani, se për Gjakovën, jo që kom pikturu, dje që kom shku poezi për Gjakovën, me qina piktura e kom vjetra Gjakovës, edhe tash i bëj disa, po vetëm këto ma tepër jashtë qytetit, dhe më thonë pejsazhet e lumit e Renik ose Drinit, po janë ma gjepsa ato pejsazhe. Unë këto i lidhi me bo një përmbledhje, asi ka me qenë diçka edhe me poezi të forta, edhe me piktura të forta, dhe më thonë, kur e bëj për shembull për kullën e Sulejman Vokshit, po, aty e ndërlidhi edhe Sulejman Vokshin me kullën, edhe krijoj poezin për Sulejman Vokshin, ose edhe për shumë kënd, dhe më thonë, lidhet poezia për Nanën, për shembull. Nanën, si me am, cikli, unë i kom për shembull për 3 piktura portretin e si me am. Rrallë kush që mundet me mjeshtrin me arritin në ato 3 të mamës, Nanës, po, dhe më thonë, e kom bo poezin për Nanën edhe fill pikturën e kom ndërlidh, qysha të shiqun profil Nana, qështu përmasëm, shiqimin të përmasëm, unë që përmasëm e kom paraqit edhe profili yt, në profilin tënë atë shiqim, atë syrin e përmasëm që ma ke. Do më thënë ti përpiqesh me shkru, vargun lirik, atë ndjeshmërinë emocionale. E don kaq shumë këtë zhanër? Si që, jënë edhe 2 cikle lirike është dashurie e atëhershme, si çdo kush që ka pasi i ri, dashurinë e atëhershme, titullohet Atëherë. Lirik, jashtëzakonisht janë të shprehjet ato. Mandej është pranverë jetë, edhe kjo është një farë lirike për bukurinë e pejsazhit, natyrës, jetës që në rrethon. Natyra zakonisht. Për qytetin tënd të lindjes, për këto Erenikun, Lumej që po i përmend, a i ke shkru vetëm gjanat e bukra, apo ke shkru edhe ndonjëherë për ndonjë fenomen që s'ka pëlqyer në qytet, por që e ke po? Jo, vetëm një kom që Gjakova tash për tash është katrahur, një ndër qytetet, si me thonë, mës vetë, se kom shetitin për këto qytete shpesh. Çka ke shkru aty? Krejtën ndërtimtari, ditysh krejtën si rrugët jo në rregull, ditysh si në kanë trahuar. Dhe të ka dalë ndonjë varg i bukur kështu? Po, do vetëm një poezi e kom. Kurse tjerat me qina... Çka ke shkru aty, po ca masar? Po, shiqo, këto ju edhe në emisione për që fashni këto paregullësit e qytetit e këto, po paramenoti, premtojnë për një kryq që s'ka as stop,
as nuk ka semafor, as nuk ka rreth komunikacion. Mamen është rrethi është akor ku duhet me qenë, të ura për me shku në Shkugës, aty ajo rrukyqi, pra me no. Shka të themi, aty sa fatkecinat e në bo, sa premtimet e në bo, edhe... Do më thonë edhe kryusi, syri kritik i kryusi. Normal, po s'mu imi thonë bordës dzez, ose dzezës e bordë. A une që, mësë më keq kuptoni, tash, une vem ka foli, nuk jem për udhëtsin e Gjakovës. Po të kuptoj, nuk do të hyjmë atë. Për qytetin. Do dalim të për çfarë jemi sot bashkë këtu. Po më intereson, si e gjen kohën, si e ke disponimin, se kohë ke mjaft, se je pensionist, por si e gjen disponimin edhe me punu në galeri, edhe me shkru poezi, edhe mosha ndoshta të penalizon në disa aktivitete. Ajtë në trego pak si është kjo dita jote? Shqyqa shumë kryus, njoftën, kom lexu një sërinë të ne, si të artit, si letërsis, artit pamor, zakonisht ta kryus që të cinë shpirtënore kanë gjithë natën vetëmin, në studion e vetë, po edhe unë e komorojnë, si me thonë, ja filloj prej orës 11 dhe shpesh agimi më ka zbarë të pikturu. Të pikturu, para me no. Po. Sepse, sidomos, e arti pamorimi është realist, bota reale. Për me qfasht botën reale, ashtu si që është, edhe me jadhon atë, si me thonë, atë njëstrin e ngjyrnave, ajo bukur është, por arti është edhe ma bukur me kryu. Që ajo është artë. Më thonë, djene shpirtërore. Dhe ti këtë bën natën, e ke atë? Natën, etash, më lidhet edhe inspirimi kur më shku për peshkim, po, natyra më kam ma gjepë. Mirë po, një farë lumi, për shumë e kom urën e telit. Po. E kom vepër asi, po, aty është vjeshta, që sa unë gjyrnat bukar që i ka, dhe më thonë, unë më shku të urë e telit për peshkim. Është e lumi e rënikit. Dhe ajo të bënë për vete. Edhe para me ndohë më ka ra mu në sy pejsazhi. Nesit nuk ju më shkune me zonë peshk aty. Po më gjynat me veti shumë piktura i kumbo une për skajt lumejve. Për skajt lumejve. Aty e ke gjetë vetën. Aty e kum gjetë. Ma dhe ose, për shumë, me kryu vargun du ta shenojsh fill, se vargu harrohet. Është një thoni vjetër se kom edhe ta shpeti librin e 5, fjallët e moqme gjakovare. Që janë përmbane për 2700 fjallive ose fjallëve vjetrat moqme. Mu ka për shumë, aje një thoni është i mesmi shkrun, budala man, ku man budala në man, dhe më thonë, i mesmi është qaj i vedishëm është që ajo harrohet, një fjallë edhe harron, edhe unë e fill e kum shenu vargun, poezin, inspirimin e lumit, po krejt, dhe më thonë... Mande e shku tu i përpunu vargje? Po si, i kom të shiqo, unë i kom faktikisht, jom qëtë, si me thonë, kom vepra shumë, artit pa morë, me thonë, ja 2000. Mas gjatë 5 vjetë kremtari, ja 2000 i kom piktura ma shumë edhe vizatime. Mande me mija i kom gjatë 5 vjetë i më shku paralelisht me artin pamor edhe artin letrar. Me të këtë dërvishin e kom fillu, gazetën e murit, me vitin 64, 99, 64, bashkë me Lusi mitingu të poezis, dhe sot je aktive dhe sot. Në realitet, jam maj vjetër shkrimtar i Gjakovës. Në klubin letrar, Gjoni Kukazaj, ka mirë njofjen, për e qato. Sa Masarat në trego, si është jeta një artisti në Kosovë? Sa është vështirë me u zhvillu kjo veprimtari? Jeta e artistit në Kosovë është, si me thonë, e mjerushme. Pse po thu? Pse? Sepse arti është pikrisht i ndërlidhun me ekonomin e një shteti. Nuk po fajtësoj unë për shumë qeverin
nuk përfaqësoj qeverinë, po fati jonë në ka arë qatë sisoj, që me pas, të më thonë, mës me pas ekonominë e zhvillune. Aty, ku ma bot pyetjen, është çështja e artistëve, artit. Me artisti, për shembull, me qenë ekonomia zhvillune, është ambasador i një vendi artisti. Çdo deg arsimi, mjekësia, çdo deg mëshirasi, edhe arti kish me lulëzu ma tepër. Artistat kishin mu stimulu ma tepër, veprat kishin mi shit ma tepër, botimet kishin më shku jo më një botim, po ribotim 2-3 ribotime, 4 ribotime më shku. Megjithatë, për kundër këtyre vështërsive ti ke pas ekspozit, ke po promovime të veprave, do më thonë ja ke dalë në mënyrë vetanake me promovu punën tonë. A nihesh mirë për gjithë këtë rrugtim profesionale dhe sa je i kënaqur me poezitë tuaja? Edhe piktura gjithsesi. Qyshe ke marrë atë informatën kthyse prej njerëzve? Po, edhe me kalunin në jetën e më shkushme, mu jeta nuk më dhimëset fare, sepse unë kom kontribu shpirtin tim, jetën time, si me thonë, e konërzu me knatësit e mija që kom kriju. Pambarësisht që i lo, për shembull veprat, ato që i krijoj une, një vepër që i krijoj, unë një knatësia zakonisht, një poezi që i krijoj, shpirtnisht një knatësi. Po, ato kritika pozitive që mbohen për adhurusëve të artit, sidomos që janë të nivelit, atëherë unë jashtëzakonisht një knatësi edhe më të madhe. Se tash ekspozohen, veç jenë dalë, mediat jenë dalë, që më vend të ekspozit, s'kam nevoj me hap ekspozit. Unë për shembull i postoj në rrjetet sociale. I shfrytëzon ato edhe promovon punën. Çfarë do të thonë me ekspozu? Me ekspozu vetëm që hapja solemne që bëhet, lidhet pasi përpara ku kem hap ekspozitën e parë e kum pas 1966, me Yusuf Buxhovi, ka pas shkruar kom edhe trujt në ata, ka korespondent u konë i Rëlindjes, a Murat Kursoni ka qenë gazetar i Gjakovës. Para me noti, një avdit e kum pas edhe fletorin e përshtypjeve, një avdit sa kanë mujtë, kanë qenë interesuar të flakt, me ardhë me pa, se më boti s'kanë hapë në i piktori njoftun, unë e kum pas hapë, edhe kum pas bo një si me thonë një bumë të madhë. Dhe aty i kanë lënë përshtypjet e veta, njerëz që kanë ardhë me ekspozitën. Sot nuk është ashtu, ha? Ja, që edhe në poezi njëjtë. Që, për shumë, botën nuk shqiten. Une a disa kom që 4 botimeve, për 4 librave, a disa kom një mërit, me da më thonë, vjen edhe era e mykut, janë mykosur. Nuk ke provu me i qunë për bibliotekat shkollës? Jo. Unë ku kum quke të zonë si im, librarije, ka thonë me profesor, tha, unë po për t'i marë, tha s'pjep emën, kusha? Po, me profesor tha, ta bëj një krasim, ku është Kadareja me ty? Vje që kom, jem njëllim për. Tha të Kadareja se në ka shiten. Ta uro interesimi për profesor, tha bjemi tha se kom vënd. Jem të rhek, parë me no. Asë kom që edhe nuk jem i interesum shumë me piktura, kom qatë shumë me hapë edhe një galeri, me qëra mi marë. Po ku? Në Gjakov. Ska. Eran fjallë teme, dhe më thonë, është e lidhne me ekonominë e tregut. Me mund vinë në shpen në studio, i shpalosi, jenë shpalos në pikturat, ju moj, Lorik kompost me Lorik Bakin, një pyetje me ka bo, tha, si që ndrojnë ta Gjakova me qmimet e Gjakovës me Prishtinës a Tiranës, tha shumë e vënd. 2 fishi, 3 fishi është në Tiranë, me i stret piktura, jeme më shqit, se sa një fishi në Gjakovë, në Prishtinë, në Tiranë, në Berata.
Më thënë, kjo është vështërësia artistëve, mendon, që kanë probleme i shit pikturat të tyre. Pa, dikush ka këtu, të na, Gjako, për shumë. Të larga se nuk për ofendoj, ku më marë. Ti një jetë ja ke kushtu këti qyteti. Shkelzen, jetishi, e difura, artiste e difurën e kumë pasën në zonë, se krejt, e dhe Ermenin e krejt i kumë pasën në zonë, këtë shkelzen dolin e, po. A është matësi kur në zonësat i shetë që janë... Po, desha me thonë që vetëm nërtë këta kanë këtartë që kanë koncerte, dashma, vetëm që ta dalonë. Kurse këta tjertë, artistat këta tjertë, me nëzise e mojnë, skajnë e mujtë. Për shumë pensionistë, unë është ka komasi, për hau rallë në i piktur që në Gjakovë më shitet, edhe me qëmim ju moj edhe ma lirë. Vinë njerës me ble, e për qenë, po ju do këtë shtrajt. A unë e kumë zbrit. Po, normal se edhe ti shpenzon, ha? Po. A shpenzojnë brushat, ngjyrat, a ndryshojnë me çmime, a janë... Jo, shqyqa, mësë mi krasu materialin, sa të na, mëse krasu sajtimi materialit, arzimi materialit, sa vlerën e kanë shumë të madhe kështu se qmohen. Jo që kemi hargjit dishka material. Po, ka vlerë artistike në vete. Baca Masar më trego pak, sa është piktura një profesion, tash me këto vështërsi, trit, me e marë që e kanë pasion pikturën, a mundën me shëndru në profesione dhe me mbjetu? Po, unë e po ashtë tash, jo. Po, do me thonë vështirë është me qenë vetëm në profesionin e piktorit. Po, që veç një krasim, këta tre kanë këtorë, një grupë që është 3 për 3-ve, që sa sukses kanë e rritë. Që krasim, mëse krasosh që zënje tishin, apo për shemëll Ismet Pejën të ndjerin. Dhe më thënë ti për pretendon që artistët që janë këngëtar, ata përfitojnë më shumë. Artistët që janë piktorë, skulptorë... Piktorë i talentun, me bo, që kumë pasu në nëzasët e me i kumë pas jashtë zakonisht talentun. E kanë kry akademin, e i talentun, shumë kumë pas. Po, që Alban Mekën për shumë. Po. Ma dhe e kom ato atë Shajnë Dules, djallin. Po nuk kanë arrit me pas? A di qëfar talenta mërë, po e kanë ndërprej punën, rrallë. Masi, nuk kje dhe përkraje, për shumë, me përkraje, është një farë diku në Italia, diku asë, më lidhë me ambasadat. Që me promovu punën edhe jashtë vendit. Talentat nuk i përkrajnë shumë, nuk jenë të lodhë, kërësora i ministrisë, ose drejtoria e kulturës me rrogën që aty, hatë ku për lodhët për... Po, Baca Masar, kalojmë pak edhe të poezia, me që jeni njëri ndër, ndoshta më të vjetri të mitingut të poezis, ju e dini se si është recitu poezia dikur në miting, sa ka qenë zëshme fjala shkruara së kohë, edhe ku jemi sot? Shumë e vënd. Stadioni Shani Nushit poshtë, Bagike i thëshim në, a besal ka pashu media, gazeta, atyre, 5.000 vetë kanë qenë për mitingun e poezisë. Atë nëtë këtë me drita, këtë e stadioni mbushën për plot. Me njerës. Me njerës. Kanë orë për sjashtë me i kemi, që para me kanë edhe për kulturë, atyre... është investu më shumë. Investu. Hoteli u konë mush, për kujne, për 6 republikave, që kanë arë janë bo pjesë... që kënë zgjedhë, i kemi ftu, jenë orë, hotel. Edhe për sjashmi, për Polonisë, Greqisë, për shteteve të huja i kemi marë, ma të njoftën që janë talentat të rritë shkrimtara, po, jenë orë, edhe për Shqipënisë kemi pasë. E sot vështërsit vazhdushme në gjdo përvjetor ka mitingu. Viteve të fundit, gjdo date për vjetorit ka qenë me vështërsi deri sa është maj. Mirë për vjetar, shumë bukër, të ku jemi.
Thatë që përpos këtyre 4 vepra që I keni botu në poezi, ju po punoni tash edhe për një përmbledhje tjetër. Po, e 5. 5, do më thonë ti nuk ndalesh. Jo. Jo që askur që më dalë, interesant. Se kur të shesh, që e undë, den organizmin, dhe më thonë, me ratu, edhe une, kur njëtën time nuk kom pushu. Interesant. Po ku ti këto më njetë 2000, o numër, 65 vjetë, 2000 piktura, po, ose I kom në shpe dërshkrim, befasosh, për një mas fakti 30 libra. Dërshkrim pa u botu. E pse I kelonë kështë batë sa masat? Mjetë, a di shaku me heku në për qëto? Me I gjithë, po, e qartë. Një stimulimi më ka bo kultura së mërë, për qëto? Kulturia kulturës, po. Mirë, po, ato tjera, se qërë. A janë poezi krejt ato dërshkrime tuja? Apo ke edhe proza, diçka tjetër? Jo, kom edhe proza, kom edhe kom edhe aforizma batanake të mijat, filozofike, nuk e beson kush qysh më masoj me shku aforizma, I kom 2 prej vitit 1991-shit. Si aforizmat janë diçka e mirë? Me mija, I kom voluminoze, mi botu ato të mijat, ka dhe auto jetës teme, tuajat personale, po. Mirë po ka dhe në përgjithësi për jetën e njerëzve, për njerëzët e për ato të mijat pozitive, negative të njerëzve ato, dalin ja 2. A I shfleton në herë? Po, I shfletoj. Edhe tash sidomos fotokopje që e ndalë, fotokopje, o shumë e lirë 20 centën kolor. Po, edhe mbetet ajo atë. Mbetet, tash, poezin me një foto, me një kopje, fotokopje, 20 cent, je bashkan gjithë dërshkrimit faqe A4, fletura A4, tamon edhe formati A4 I fotokopimit. Dhe ke dërshkrimin krahas e ki fotokopje. Piktura, dërshkrimi, ose dërshkrimi piktura iki. Me bomi shfletu, befasosh, e kështë dartë ma te për fletorën e dërshkrimit, se sa libër në botun. Hajtë më trego pak ndo njërën për I tyre. Qka ka aty? Kujto pak. Aty, për shamëll, që të marim, imazh 99. Imazh 99. Aty me bo, për shamëll, Ministria e Kulturës, mu pas interesu, mu fokusu fil mas luftës, ose mas 5 vjeta, 10 vjeta, kush a thu kryon që si për luftën me cili o piktor, shkeston, kalon në për adi kalon edhe e vajnë, masarkupa, që qëfar figura, që qëfar portretet, për lutura, anë e flaka të kollë, po edhe une nuk isha, ase I kisha bo ndjerë të madhë, jo vetëm Gjakovës, po ndjerë krejtë Kosovës, mi bo pas hapë, se kisha synis më kishë trem New York, në Pariza, ku do në I qendrë, se në piktorët nivellit. E kishe përshkru do me të regojnë dishka, kanë një farë imazhi ato të përgjakme ku I fshin, ajo I lot, ose ajo me plis, plaki me plis, I fshin lot që a durte si qane, si trudhne, I rudhat me plis, po lotën I fshin me asi. Ma dhe me nipi me gjyshen, aja gjyshja tu asi, tu pak flakën për shembull që asi, po ai djali afër ka marrë nipin e vet, edhe ai I shkon loti, edhe ati I shkon loti. A ka artisti poezi ose piktura që I don më shumë se të gjitha, apo krejt për punën e vet artistike e don njëjtë, e pëlqen njëjtë? A ki ti diçka të veçantë në krijimtarinë tënde që e ke sikur pik dopt, e ke të shejt në ndonjërin prej pikturave ose prej poezive? Po, mirë, shumë mirë me jashtë.
ardhë bashkë në kërë veprën time, pikturës, që dashnin më të madhe, që për shumë i ri, unë për shumë la dikush e ka dasht, djalin e po, ka që dashni me djalin ose me vajzën, edhe thu ti mas atë nuk kom dashni. Ma madhe dashni është nëna. Për nënën, i kom ja 3 piktura. Ato e 3 piktura, po e 3 krye veprat mija, që i kom buka krejt, shumica krejt i kom, po ato që veqoj mjeshtrin, për i dashnisë madhe të nënës, i kom, dhe më thonë, 3 portretet nënës. Në moshat të ndryshme? Jo, moshat ku ka qenë nëna plake, Po. Dhe më thonë, 100 vjeqe, 100 sashe, të atyre. Si Agolli, edhe ti ka filluar të plakët nëna, po? Po si. Që? Edhe poezi, ke shkru për nënën poezi ka që të ndjeshme? Po, poezi. Se për piktura po e po? Po, piktura po, edhe poezia e fort është. Edhe muj me thonë edhe për ka poezit kryevepra janë. Nënës edhe piktura, dhe më thonë një krasu, mande janë ato Gjakovës. Gjakovës janë diçka magjike janë, motivet, pejsazhet e lumejve, për shkajt. Cilat ngjyra janë të preferuara tuja? Po, zakonisht ngjyrat e vojt janë, asi? Mande janë ato tash që janë dalë që ma të parezikshme për frymore, për organizëm, po akriliki është, ngjyra e fort, e mirë, ma pa e domshme, mandej kemi ngjyrat tempera, ngjyrat e akvarelit me të ujit. Mjeshtria ma madhe, ma vështira është me ngjyrat akvarelit ujit, se ku ta pikturon, nuk isha me qitë ngjyrë për me ngjyrë, po shka e qëtë e len aty, mbet, dhe më thonë, aftësia e piktorit, artistit, akvarelistit, me ngjyrat ujit, është ai që gjatë paletës si kombinon ngjyrat, dhe më thonë që e qetën në superfoqen e shesh të bardh, po, dhe më thonë, ja qëllon 100% edhe ma bukur ato njansat që i ka përzin ngjyrat, edhe njansat, harmonin që e ka dhonë, atë freskin e pikturës me ngjyrat ujit. Po unë zakonisht me ngjyrat vajt. Ngjyrat vajt. E në pelhur, ka që në farë paneli, në karton, letër mund me konë, po mirë po zakonisht në pelhur. I kam pelhura ma qëndrushme, po ose i blej gosme, ose besa edhe si mas formateve, i bëj edhe vetë, me mjetë pak ma jo moderne, po ashtu po veç kornizën e bëj, ngrej bezin, po mande e lynë është preparatura që blet e gosme mirë, po holandeze, e lyj ato bon, ato pelhura bëhet si letre, bukur, bardh, atëherë. Tash çfarë formati që më pëlqen aty, i kam lloj formatësh, ose edhe në liberi tash ka edhe në Gjakovë lloj liberi që i blet gatshme, edhe nuk është drejta. Po. Po. Po kurse, ke mbajt kurse me nxënës që me plasu ndonjëherë këtë profesion? Për kurse, unë e kom, jo që për dëmi livdu vetën, edhe mësimin ku kom thonë, se e kom pasë, unë e kur mas pari më punësu, 5 vjetë shkollët mesme të artit, 5 vjetë. Po. Me këqur për me tashit si mi kry një akademi e gjysë. Po. Po. Ka qenë shkollë, në këtë ishë Jugoslavin, me shkolla mesme e artit i nëmë për këtë qyteteve të Jugoslavisë, shkollën e mesme të artit e në pej. Etash, si me thonë, edhe kur kom kry akademi... Te kurset ishim. Po, te kurset, kur kom kry edhe akademin, edhe, po edhe prej punës madhe, o më kanë lutë në shkollë, për shemë, kur kom punu me nëzonë, sa prindë më kanë lutë, a ta bi për vajzën e asi, më kanë ose i talentunë, mi kanë po piktuar, mi kanë po ekspozitat, edhe ma fu. Ose i ka thonë vajza, ose djali ka thonë, babës a nonës ka thonë, kërën orë për kërkoj falje, si që unë nuk maj kurse, nuk kam dëshirë, bënë aki kum pas nevoj për tolla, e kum thonë për kërkoj falje. Unë ma tepër kum pas qef me dalë natyrë, relaksimin me pas, me zonë peshk.
Po, se ka qenë pasioni joti. që sa tollat. Po. Një farë përfitimi, komunit mi mush, për shumë 10, me 20 në zonësa. A ke piktur të peshkatarit? A ke pikturu ndonjë peshkatar ndonjë? Po, po. Është një sport që është shumë një sport i përhapën në këtë botën, sa që edhe femrat shkojnë peshkim, kumpohën në videot, lojt videot, po, dhe femrat, po, lemo këta, pëj matrive dhe plesht shkojnë. Është një farloj relaksi, edhe mësë me zonë peshkator, asë një peshk. Po. Edhe nuk e donë, ka herë, oreks nuk kanë, janë dronë që to dronë që, nuk kanë oreks, edhe nëse asë një peshk nuk e shpesh kanë gjonë, nuk e kom zonë, nuk i ka dorë. Mirë po, e ka pas ma kërësuar e ka pas, që mu më ka shpirt njështë më ka relaksu, që dola. Kjo ka qenë do, më thëmë pojnë ta kryesore. Edhe që s'kom zonë, jem relaksu. Më thëmë Masar, 82 vjetë i ke bo. Po. Si po e kalon ditën, se na thatë natën punoj më shumë. Ditën si e kalon? Ditën e kemi orën e caktun një shoshni me doktor Avni Matin, është jashtëzakonisht pak maj vjetër, jo, edhe një shoshni që ne bashkan gjitën, mune i kom mëse, ne bashkan gjitën neve, që jemi një shoshni do, ne bashkan gjitë, edhe më shpesh, ka qenë një farë drame, moti në teatr o luj, edhe jo libri, që i fmi, në shtishin literaturë me ledzu, shoshnia Pjetër Macalungës, unë shpesh, kujtë që ma shoshnia, ka vejt vetën, i bashkojmë 3 tavolina. Dhe kaloni një... Të loj temash, se me thonë, humor, tema serioze, për loj asi, këna që mi gjithë dit, mande i këtë vinë shpe, e kom tjetërën. E kom hapsinin e madhe të oborit, kopshtit, e kosit barin shpesh, maqinin. E kom një pjesë për i mjeli këto zarzavatet. Më ke pasion edhe... Po, që si fmi, dhe më thonë kopsh kom punu. Si fmi, nësin, hobin. Dhe më thonë, kom marak edhe lule, artin, lule, unë kom marak, kushdo, më falë që për ati pak, kushdo që kalon ka për skajtë shpjesja me këthejnë. Se është bukur. Ka që bukur e kom revollu edhe ambientin, edhe loj lulesh, edhe investoj. Ka lule që, dhe më thonë, është e përkoshme, ka lule që është e përhershme. Dhe më thonë, edhe dimët i reziston. Një pjesë e relaksit që ti e kalon ditën. është një pjesë e knatësisë suaj që ju e kaloni. Që shiqarë edhe që ku të ashe bimen lulen, ose për shemëll perimet, ku të ishe që për duke të thu se i është fëmijë, është të rritë, e shef është në qepë. E shtin pak, e fut pak në atë profesionin tënde, artistë. Faleminderit shumë për gjithë këto momentet bukra dhe spontane që na dhurove sot. Na po e presim tash librin 5, ha? Po, të 5. Se jetu e bogati. Po, gati. Migenes veç ja kom dërzu materialin. Më thonë së shpeti edhe një promovim tjetër. Po, që... Ska ndales për ty. Ska ndales për ty. Jo, kurse. Edhe me pikturë edhe me poesi. Knatësi, besoj, që më thash parë, me bo me vdek, nuk më dhimë se të jeta. Jo, parë, se jem knaqë një që të jetë. Falimderit shumë. Të uroj shëndet edhe uroj që sa më shumë prurje të reja me pas. Shumë falimderit edhe për jush. Kemi kaluar disa minuta me profesorin Masar Kupa, u knaqëm bashkë duke shëtitur në krimtarinë e tij edhe poetike, por edhe artistike. Falimderit që na ndoqët, ju urojmë vikend të mbar, njëkohësisht dua të përshëndes nga kjo studio edhe butikun Morina, të cilët
cilët si gjithmonë kujdesen për veshjen time. Ju vazhdoni të na ndiqni në rrjetet tona sociale dhe të na shkruani çfarëdo që dëshironi dhe të propozoni me tematikat e programit ton. Mirëmbëjtje.